Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe lutim Allahun azza wa jall që të na bën nga robërit e tij falëndërues, mirënjohës për të mirat e tij dhe adhurues të denjtë të tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, në takimin që patëm, në takimin e fundit lidhur me emrat e Allahut xhallahu ala, filluam që të flasim për emrin e Allahut Ar-Rahman, dhe kuadër të tij falim edhe për emrin e Allahut Ar-Rahim. Dhe ajo që më shumë të jemi fokusuar është, do të thotë, reflektimi i këtij emri në jetën tonë. Do të thotë në raport me neve, jo reflektimi i këtij emri nga ne në raport me Allahun xhallahu ala. Si e ndihmë këtë emër, si e përjetojmë në këtë emër, si vepron Allahu xhallahu ala përmes këtij emri dhe ne këto mesazhe ti lexojmë qarta se vijnë nga ky emër. Prandaj sa njerëz Allahu na ruajt mesazhin e Kuranit e lexojnë si mesazh të ngarkesës dhe dënimit, jo mesazh të mëshirës. Andaj devijojnë dhe largojnë. Po ta kishin kuptuar se mesazhi i Kuranit është i ardhur nga emri i Allahut Ar-Rahman, do e kuptonin ndryshe. Ose sa njerëz për shembull i ka devijuar një sprovë të caktuar nga se nuk e kanë kuptuar se ka përmes emrit Allahut Ar-Rahman. E kështu me radhë. Ato pika që i cekëm më herët. Prandaj ne duhet që në kuadrat aty me pikave që i përmend ta kuptojmë reflektimin dhe ndikimin dhe nevojën e madhe që kemi ne për këtë emër në jetën tonë të përditshme. Por në qoftë se ky emër pas ka shtrirje kaq të madhe dhe ndikim kaq të madh të thellë, dhe ne kemi nevojë kaq të madhe për këtë emër, atëherë çfarë ndikimi lën tek ne ky emër? Dhe cilat janë përfitimet tona nga ky emër që dalin prej neve në raport me Zotin e gjithësisë, në raport me rrethin që na rrethon, në raport me njerëzit e kështu me radhë. Gjasë kjo duhet të ketë ndikim, jo vetëm që ne të përfitojmë, do të po na vjen mëshira përmes kësaj, po na vjen rahmeti përmes kësaj dhe ne po rrim. Apo? Jo, ajo që vjen është nga Allahu xhallahu ala. Dhe tham, nuk po edhe po të flitnim me orë, me vite, nuk do të kemi mundësi që të përshkruajmë tërësisht ndikimin e mëshirës së Allahut në tokë, në qiell e të krijesat. Nga se nëse begatitë e tij nuk mund të numërohen, çfarë të mëmëna për atë që i sjell të begatie që është mëshira e Allahut xhallahu xhelaluhu. Mirë po, në anën tjetër, edhe ne nuk duhet të mbetemi të pandikuar që të ndikon ky emër në besimin tonë, në kuptimet tona, në shprehjet tona, në veprat tona kështu me radhë. Andaj kjo pjesa e dytë ka të bëjë me këtë që po flas. Do të thotë çka pritet prej neve të bëjmë kur ne kuptojmë dhe e njohim Allahun me këtë emër që folëm më herët. E para që pritet për neve dhe kjo është tek çdo emër, është ta dojmë Allahun më tepër. Ai që e njeh Allahun xhallahu ala me emrin Ar-Rahman dhe Ar-Rahim dhe kupton se çka vjen përmes këtij emri dhe sa përfitojmë ne nga ky emër, gjithë ato që kemi nevojë. Dhe mjafton ajo që kemi thënë se gjitha begatitë që i gëzojmë vijnë përmes këtij emri Ar-Rahman. Andaj, furnizimi nuk vjen vetëm se Allah është Ar-Razzaq. Po, me Razzaq na furnizon, po për shkak se është Ar-Rahman. E kjo për shkak se Arab e kështu me radhë ndërlidhen njëra me tjetrën. Andaj, edhe Kurani që përmena, edhe lehtësimi i ibadeteve, edhe mundësia e shpëlimit të gjitha këto, a nuk duhet që na shtojnë më tepër dashurinë e Allahut xhallahu ala? Padyshim se po. Dhe normalisht çdo emër i Allahut xhallahu ala duhet që në zemrën tonë të mbjellë më tepër dashuri. Prandaj edhe tek ajeti që flet për dashurinë e Allahut xhallahu ala, është përmbyllur me mëshirë. Sa më tepër e kuptojmë këtë mëshirë, sa më tepër e kuptojmë nevojën për këtë mëshirë, sa më tepër e kuptojmë se jemi të përfshirë në këtë mëshirë, më tepër do e dojmë Allahun xhallahu xhelalu. Në Sura Al-Imran nuk thot Allahu xhallahu ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thua në qoftë se doni Allahun, atëherë më ndiqni mua.
Allahu atëherë do t'i dënë juve, u afal mëkat nga se Allah është falës dhe është mëshirues. E ka filluar me dashuri, e ka përfunduar me mëshirë. Do të thotë, ke fundit e sill këtë parën. Dhe e kundërta, edhe e para e sill këtë të fundit, nga se kanë lidhje të ndërqyeshme në mes vete. Andaj duhet gjithmonë ne ta konsultojmë zemrën tonë, të shikojmë se sa më tepër i përjetojmë gjurmët e mëshirës së Allahut xhallahu ala mbi neve, apo e dojmë më tepër, apo po ndodhet kundërta. Po hidhrohemi me caktime të më tepër, s'po pajtojmë me caktime të më tepër. E pse të kuptuam, që të ka sprovu, po don me të mëshiru. Dhe prapse në vend se me e dash për sa të kësaj mëshire, po ki mendim të keq për të, kjo atëherë është ndikim negativ, që duhet të ikemi prej tij. Por duhet që tash në kuadër të njohjes së emrit të Allahut Ar-Rahman, ti kuptojmë mesazhet e qarta që vijnë, qoftë nga shariati, qoftë nga begatit, qoftë nga sprovat, dhe këto gjitha ti kuptojmë se vijnë në kuadër të emrit Ar-Rahman, andaj po do me të mëshiru. Prandaj ai që do me të mëshiru nuk duhet me urrejt, nuk duhet me refuzu, nuk duhet me ikë prej tij, po duhet me dash më tepër. Dhe kjo është e para që duhet të ndikojë në zemrën tonë. Gjithashtu edhe kur e kuptojmë se në bazë të këtij emri Allahu na fal, sigurisht e ceka. Thuaj o rob të mi që keni tepruar në mëkate, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Ana si pasojë e mëshirës së tij, ti ka fal. Ta ka mbyll kapitullin e kaluarës, madje ka bërë edhe diçka më tepër. Ti ka shndëruar të këqijën të mira. Të gjitha këto si pasojë e emrit të Rahman, a nuk duhet më dash? Lëre që të ka fal. Por në qoftë se teuba e jote është e cilësisht të kërkuar, atëherë krejt ka bënë të kaluar nga të këqijat, yaumul qiyamet ti numëron si të mira. As ka thonë surën Furqan Allahu xhallahu ala, "Wa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Allahu a shndron të këqijat në të mira. Pse? Wallahu ghafurur rahim. Asa është falës dhe është i gjithëmëshirshëm. E të tjera do që mund të përmanë në këtë rast, se Allahu xhallahu xhelal do mund u afal robëve të tij dhe i begaton robëve të tij. Andaj kjo duhet tash gjithashtu të shtoj dashurinë ndaj Allahu xhallahu ala. E dyta, tash flasim për ndikimin tek ne është që duhet na shtoj shpresën në Allahu xhallahu ala. Të luftojmë çdo pesimizëm, çdo zgënjim, çdo dekurajim që munduhet shejtani ta mbjellë në zemrën tonë, ta luftojmë me emrin Allahut Ar-Rahman. Çdo përpjekje që ti e bën për të përmirësuar është e pamundshme që mos të ballafaqohet në fush betejën e parë me shejtanin, i cili në këtë rast e përdor mjetin e zhgënjimit. Kjo rrugë larg është. Është vështirë. Ku je konti ku vetëm me shku, rri që të më mirë e ki, e kështu me radhë. Këtë zhgënjim me çka lufton ti? Thush jam në mi fort, unë e moj? Ja. Thuaj Allahu është Ar-Rahman. Andaj më mundson aftë. Më ka furnizuar kujdes për mua kur s'kam qenë kështu, kur s'jam përpjek kështu, por do punë më ka mundsuar të realizoj. Me mëshirën e tij. E qysh nëse mundon ata në rrugën e tij nuk më mundson. E kthen shpresën. Nga se vetë ka inna ma'al usri yusra. Allahu xhallahu ala ka me të vërtet pas vështirësisë vijnë lehtësimet. Prandaj sikur që kanë dietarët len yaghlib usrun yusrain. Nuk ka mundsi një vështirësi ti mund dy lehtësime. Është pa mundshme. Nga se lehtësimet besimtarët i vijnë nga gjitha anët. Është i përfshirë me lehtësim nga gjitha anët, nga se është i përfshirë nga gjitha anët me emrin e Allahut Ar-Rahman. Andaj përderisa je i përfshirë në emrin e Allahut Ar-Rahman dhe je në përfitim dhe je duke luftuar shejtanin me kuptimin që ke ndaj këtij emri, nuk do të mbrapsësh kurrë, nuk do të mundesh kurrë, por për aq sa na mungon nga ky emër, apo për aq shejtani do të futë pesimizëm dhe zhgënjim në zemrën tonë. Andaj sikur që ka thonë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po të dinte pa besimtari sa është e gjerë mëshira e Allahut, nuk do të humbë në kur shpresën me hinë xhenem, në xhenet. Atash a shpreson mira, keqa me vena, pa vend, kjo diçka tjetër. Po me di sa është rahmeti i Allahut i madh, edhe në kufër do të kishte një farllë optimizmi se hinë xhenet. E çfarë të mërmendën na që nuk jem tillë alhamdulillah, ose mundohem ka pak më bo. Sa duhet me shpresu tek Allahu xhalla xhelalu?
Me kjo shpresë thartë do të kone balansuar me frikën, jo që na çet ka rruga Allahu xhallahu ala, por tash jemi duke vol për rahme, andaj i takon që t'ja japim pak hapësirën më të madhe shpresës se sa frikës. Andaj thot Sheikh Saadi rahimahullah lidhur me këtë çështje. Thot wal amalu bi rabbil karim ar-rahman ar-rahim. Shpresa në Rabbin, në Zotin që është bujar i gjithëmshirshëm, që është ar-rahman ar-rahim. Thot kur realizohet kjo? Kur ti do të ke pas shpresën te. Thot e njëra al-khalaiq minhu, që krijesat të shohin prej tij vetëm bujari dhe mirësi. Wal afu was-saf wal-ghufran. Dhe ta njohin Allah xhallahu ala me falje dhe me tejkalim. Dhe gjitha këto të jenë të nivelit që gjua s'ka mundësi me i shprej. Për shembull, me i thonë dikuj për juve, hajtë kallëzo sa mund të Allah me ta falë ty. Të është di me kallëzo. Nuk di me kallëzo se qaq është i mëshirshëm që di me kallëzo sa mund me ta falë. Apo, kjo është ndikim pozitiv i këtij emri të tjepër. Kur nuk din ti me gjuhën tënde, me fjalën tënde, me e kufizu mëshirën e tij jepër. Më ka njerëz që e kufizojnë. Andaj në betet e pa kufizume, sikur që është dhe i takon Allahu xhalla xhelaluhu. Wala tatasawwaruhu al-afkar. As imagjinata nuk mund ta paramendon, apo sa është kjo bujari dhe sa është kjo falje dhe sa është ky tekarim. S'mund të paramenduti. Pse? Ai din ti krejt gjunoat e Rabbit në tokë çka kanë bë? Jo nuk i din. Nuk i din. Nuk din ti sa ka pas historinë një të këqij që kanë bë keq, nuk i din. I po ti e din se gjithë Allah i ka ftuar për me u falë atë. S'ka dikush që Allah se ka ftuar kon ty, s'u ta falë se s'ka rahmet për ty. Ja ka kësë njëri? S'ka. Në qoftë se është ftuar faraoni për falje. Çka ta mëron për tjetër atë? A nuk mund unë si krijes me paramendu apo sa është mëshira Allah xhallahu ala, gase nuk di për gjunat e robëve. E çysh di për mëshirën e tjetër? Në qoftë se ky është ndikimi i tij. Dhe si lejohet të përball, këtij emri është në këtë mënyrë, thot Saadi, se që kjo është ajo që ti i duke pa pe këtij emri atë. Andaj nëse je në këtë nivel e këtij emri nuk mund të pa këtë. Shë shumë poshtë, por duhesh të ngjitesh në nivelin e këtij emri për të pa pastaj këtë gjerësi, këtë hapësirë, këtë mundësi të madhe të rrugdaljeve, të faljeve, të mëshirës që ta mundson pozicioni i këtij emri. Po njerëzit që nuk janë ngjitur në nivelin e këtij emri, çka shohin? Pesimizëm, shohin zhgënjim, gasi janë në nivelin e duhur, dhe ky nivel pastaj u pamundson që të shohin rrugdalje. Sikur që mund të jemi edhe ne në këtë dynjë, në raste të caktuara, apo kur je në nivel të caktuar, nuk sheh. Mirë po ajnë katën e tretë, thotë, unë e pa e shah atje. Nga sa e ekziston, për mungon niveli. E emri Rahman të ngrit në nivelin e duhur për të pasë sa është e gjërë kjo mirësi dhe kjo begati dhe kjo bujari Allah xhallahu ala që e ka ndaj krijesave të tjera. Thot Saadi rahimullah, nëse na thuhet pre ka ju të në këtë shpresë, pre ka, pre nga do të thotë tërkymët që pëkeni jo. Thot Saadi rahimullah, i përgjigjemi kështu, nga dija jonë se mëshira ti është më e madhe dhe ka nga dhënim mbi hidrimin e tij. Dhe kjo gjithmonë mëshira Allah xhallahu ala është mbi hidrimin e tij. Pastaj thot wa min si'ati judihi, nga bujaria e tij e gjerë ne e kuptojmë sa është i mëshirshëm atë. Sa është sot Allah xhallahu ala bujar? Na thamë që bujaria e tij vjen si pasojë, vjen përmes mëshirës së tij. Andaj a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin kutsi që është në Buhari, ma asbar Allah wa ahlama. Sa është i durueshëm Allah dhe sa është i butë. Yansibuna lahu walad, i thënë ka djalë, o yasubuna wa yashtumuna, e fyën dhe akuzojnë dhe shpifin për ta, wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Do sa i vazhdimisht i furnizon dhe i jep shëndet, e i ruan. Kjo si pasojë çkafit është. Ani kur na këtë shohim këtë dunja, a nuk na jep kjo shpresë që edhe kuptimi i emrit Allahut Ar-Rahman na jep shpresë maksimale për të vërtetuar rrugën më tutje të përmirësimit apo të ngritjes të Allahu xhallahu ala.
Se nëse këtyre po ju jap atë që po ndihmohen me të në mëkate, pse nuk më jap mu atë që ndihmohen me të në shtim të Allah xhallahu ala? Dhe gjithmonë kam mendim për Allah xhallahu ala. Dhe në momentin kur më privon nga ditë që unë kam kërkuar, atëherë ajo është shenjë e qartë se ajo nuk ndihmon për ku e nis, prandaj nuk ta kam dërguar. Dhe e falënderoj Allahun xhallahu ala për këtë që nuk ta ka dhënë. Shikoj se rregullohet tjetër në një këtij kuptimi. I kupton qartas edhe kur vjen dhe kur s'vjen, edhe kur ka dhe kur s'ka. Në një këtij pozicioni, kur ngritesh në nivelin e kuptimit të duhur të emrit të Allahut Ar-Rahman. Andaj çdo dikush vet pikati ton këtij mët, që komo bo mirë, s'diu ne sjam, unë nuk jam analist i shquar, apo por jam një si Allahu që ka thënë Ar-Rahman. Andaj në kodrë se e di se Allahu xhallahu do të bën mirë. Do të bën rrugdalë, do të bie zgjidhje, nga sot Ar-Rahim. E kështu me radhë. Andaj thotë Sa'di rahimullah, nga kja, edhe nga tjetra, që e kam dëgjuar vetë Allahun duke thënë se rahmeti wasi'at kulli shay. Se mëshira ime ka përfshirë çdo gjë, çdo ku në gjen atje, në çdo vend është ajo. Pastaj ka thonë, thotë e gjej gjithashtu edhe tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë inna lillahi mi'ata rahma, se Allahu xhallahu ala i ka 100 mëshira, krijesa janë këto. S'kan bëj me emrin e tij Ar-Rahman. Po, ato e mëshirat Allah xhallahu ala kanë lidhje, po emri Ar-Rahman nuk është kjo që e ka nda emrin e 100 pjesë, kjo është krijes veç. Që me te Allah mëshiran. Thot, dhe ka thonë, enzële li ibadihi rahma, ja ka zbitur krijesave të tij një mëshirë, biha yatarahamun wa yata'atafun, për mesaj mëshirohen, e duhen, apo e mallëngjihen, e përmallohen, me çeta. Me çdo një, të merr malli kurse është dikon atë. Për shkak që zonja që ka zbrit atë. E mëshiran ku ti dham fëmijës tan, dham edhe ty atë. Për çfarë arsye? Për shkak që zonja që ka zbrit atë. Pastaj thot hatta innal bahimata tarfa'u hafiraha an waladiha khashyatan an tata'. Madje edhe e gërsina apo e largon shputën e saj nga i vogël i saj, nga frika se mos po e shkel atë. Si kujdes tek po edhe shtazë më grabiqare, më dhëmshkyse, më agresive, apo i gjen në raport me dëvejt e tyne në kulmin e mëshirës ato. Pikaja para disa çasteve agresiv, dhëmshkys, nuk lën gjë përpara pa shkatru. Pas ti momenti përballë tash diçka tjetër, tërësisht ndryshe. Pe ka këtë dyshim. Ai tash po di me menaxhu me situatë. Jo, ai është kafsh. Por e ka mësua Allah xhallahu ala se për me shky ç'ky është, ç'to duhet apo. E për me mëshiru duhet ç'ta. Madje çan edhe këmbën e vet, e ruan, mos me vendos, thotë pejgamberi mos me mbyt atë. Ande kur e shohim na që shperun luani të voglën e tij apo e shohim se kali si po kujdes për të voglën e tij, e si po e fron gjirën e saj lupa viçit të saj apo këtu na i shohim. A nuk na hap kë shpresë se neve kom na fal Allah xhallahu ala. A nuk na hap kë shpresë Allah kom na mëshirua, kom na ndihmu me përpara, pa dyshim se po vallahi. Gjithë këto na shohim këtë rahmet. Dhe përsi mbetëm pesimist, nuk është këndikimi i këtij jam atë. Këtë këtë rahmet të shpërndarësh edhe të kafshë, të çdo gjësh. Dhe prap mbetesh i pajmit, nuk je në nivelin e duhur të këtij jam atë. Kështu thot Sa'di rahimullah. Andaj thot në fund, faqul ma shi'ta an rahmatihi. Fa innahu fawqa ma taqul. Thuaj çka dush për rahmetin e tij, dije se është manal se që po flet ti atë. Është shumë manal se që po flet ti. Thot wa tasawwar fawqa ma shi't. Imagjino mbi çka dush. Dije se mëshira e Allahut është më shumë se kaq apo. Nuk i ti imagjinat apo që mundet me kufizu sa mundet Allah xhallahu me mëshirua. Në gjitha këto e bojnë që neve të kemi shpresë të madhe me Allah xhallahu ala. Dhe kjo shpresë nuk kupton vetë falën e gjunaheve, por nuk kupton edhe në arritjen e asaj që ne do të arrit, në shkallën e devotshmërisë, në shkallën e punëve të mira, e të arrim të jemi në karavanën e burrave të mirë përmes të jam atë. Në qoftë se kupton drejt, Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Gjithashtu prej gjurmëve që ky emër duhet t'i lënë tek ne, duhet ndikohemi ne përmes të emrit është që edhe ne ti mëshirojmë të tjerët sikur se Allahu na mëshiron neve atë. Ti më të mëshirshëm me krijesat Allahu xhallahu ala. Sikur që ka qenë
krijesa më e ditur për Allahun xhallahu ala, më e mëshirshme për krijesat e tij. Kush i ka mëshiruar më shumë të robët e Allahut xhallahu ala se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga krijesat. Andaj kështu të mëshirshëm e ka cilësuar vetë Allahu i gjithësisë. Thot Allahu xhallahu ala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim." U ka ardhur ju një dërguar, të cilët azizun alayhi ma anittum. Çdo vujtje që ju e keni aty vjen rënd. I vjen vështirë pse ju po vuni, pse ju po jep aty vjen keq atë. Pastaj harisun alaykum, është shumë i kujdesshëm për ju. Harisun dikush që të rrin gati nga gjithë, s'do më të lën kur gjë ti keq me bavën. Bil mu'minina raufur rahim. Dhe besimtar është i dhëmshëm dhe është i mëshirshëm. Gjithashtu Allahu kur i ka përshuar besimtarët, i ka cilësuar se ata në raport me njëri tjetrin apo komunikojnë përmes kësaj mëshire. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala: Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ata që i shkojnë mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë ashidda, të fuqishëm, stabil, të patrembur përballë armikut. Dërsa përballë njëri tjetrit ruhama, janë të mëshirshëm, të butë. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala kur përmend mundësinë e ndërrimit të një grupi besimtarësh me të tjerë që nuk janë besimtar, Allahu më i bë besimtar, thot: "Wa in tatawallaw." Në qoftë se ju i shmangni këtyre mësimeve, apo yastabdil qauman ghayrakum, ju ndron me të tjerë, thumma la yakunu amthalakum. Ata nuk kanë më sikur se ju. E çyshin ata? Allahu xhallahu ala thot: "Ruhama'u bainahum." Ata mëshirshëm mes veti. Andaj, dhe ndëruar, nga kjo mëshirë Allahu xhallahu ala, duhet përdo që të jemi mëshirshëm mes veti. Jo që për një gabim që ka bën një vëlla joni, përse ndoshta ndihet keq, ta shkelim, ta ofendojmë, ta nënçojmë, ta përbuzmë, ta largojmë. Mos gjejmë arsye tim nga asnjë kënd. Madje mos të harrojmë kur është mëshira. Ku është mëshira që na kem qef për këtë mëshirë. Dhe kem nevojë për këtë mëshirë. Pastaj në qoftë se shumë se është duke vujt, është duke hiq, është keq. Ku është mëshira për me bëu dua për të? Ku është mëshira për me nxjerr diçka për xhepi me dhon atij? Ku është ky rahmet? Në sot fatkeqësisht vallai njerëz janë bë me zemra më të forta se guri apo. Më të forta se guri. Qëndron dikush prej neve, ndoshta po them me kohë, duke pa një vëlla musliman që është në situata të këqija dhe është bë imun përballë të situatave. Thosë nuk po ndodh asgjë atë. Ku është mëshira Allahut? Ose më mëshiru në punësin, ose më mëshiru punëtorin. Ku është mëshira? Unë kam paguar tash ngarkoja sa të mundesh, ose për ta sa që të mundesh. Ku është rahmeti Allah? Para se të shikojmë në rrafsh të kompenzimit që ja kemi dhënë përballë, do kërkojmë prej tij punën përballë shpëlimit që ja kemi dhënë. Para kësaj, shiko me syrin e rahmetit apo. Qase ti ke nevojë që Allah xhallahu ala të mëshirojë. Sigur që ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiroj ai që është në qiell apo. Mëshiroj ti. Bëj dhëmshëm për të, mëshiroje. Ose aja që shumë sot që po kalojnë muslimanë në për te, nga situatet e ndryshme, nga vujtjet, nga gjakderdhjet, nga do të me të vërtet gjëra që nuk ka mundësi një besimtar me lënë rahat. Dhe megjithatë nuk arrin mëshira jonë për të vëllezërin as në drejtin e duas apo. E mososin për më tepër apo. As në shkallën e lutjeve për ta. Jo më tepër apo. Mëshira ndaj prindve apo. Të mëshirojmë dobësinë e tyre. Të mëshirojmë pleqërinë e tyre. Të mëshirojmë sëmundjen e tyre. Kjo është e kërkuar. Prind të jenë të mëshirshëm ndaj fëmijëve të tyre. Duke i përgdhel, duke i ofruar, duke i mësuar, duke bërë sabër e tyre. Jo sikur se ka thënë Aqra ibn Habis, ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka pa kalun me Hasan dhe Husajnin.
Apo ka lut njëri më i dashur i Allahut, njëri që ka udhëheq shtet, ka udhëheq betejë, ka udhëheq mision më të madh të mundshëm tokë. Njëri më i angazhuar në fytyrë tokës, njëri më i ngarkuar në fytyrë tokës ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ka gjetë kush nga njerëzit i kacafitit në shpinën, në qafë Hasan dhe Huseini. Dhe ti ma në prejnë nga njerë thmit e ti. Ka arë Akra ibn Habis, ka një Rasulullah, ti burri dynjas të thmin prejnë, kanë vallahi indi 10, 10 i kam une, 10 thmi i kam. Ma qabbeltu minhum ahad, hala puth njënë se kam për ty në avdër. Ti, jaran këtë deregje, qëfar ka thonë pejgamberi sasëm? Si u përin me kurgjë? Ka thonë, e si të futim shirë me një zemër ku Allahu e kanë zirë. Allah s'ka e rahmet të ti, unë e me futë s'moj. Premit të ti është ato. Ana të mshirojmë fëmijët, të vegjlit, të mshirojmë ndoshta ngutinë e tyre, të mshirojmë lakminë e tyre për lojë, të mshirojmë gjithashtu të gabimet e tyre eventuale, të mshirojmë paditurinë e tyre që t'i mësojmë, që këto është obligim. Ndikimi i këtij jemi tek ne është. Të mshirojmë edhe ndoshta devijimet e tyre. E të kemi sabër që të udhëzohen. Nga se Ibn Taymi rahimullah flet edhe për mshirimin e atyre që kanë devijuar nga rruga e sunetit, që quhen nga ata që janë ehlul bid'a, bidaci. Çu ti mshirojmë? Njeriu shikon në persone të caktuar me dy lloj sysh. I thon arabisht ainu shara edhe ainu al-qadar. Shikon me sy të shariatit edhe shikon me sy të kaderit. Me sy të shariatit shëmtohen. Qase kjo është keq, gabim, nuk kanë sunet, kjo nuk ka rrugë, çortohen dhe nuk na dhimbën për këtë punë që të flasim kundër tyre. Për shkak se kanë gabu. Nuk duhet na shtyen mshira ndaj dikujt me e prish fen, larg asaj. Qase në këtë aspekt shikoj me sy të shariatit. Dhe kësaj duhet dhënë përparësi këtij shikimi. Mi po nganjëherë kur e krym obligimin e shikimit me sy të shariatit, e ke kry, kallzu, apo tash shikon me ta me sy të kaderit. Çka ne kupton me sy të kaderit? I ka sprovu Allah xhallahu ala me këtë punë. Shikoj kam pas mësim me kon këtu se ja ku janë. Andaj Ibn Taymi rahimullah, un kur shikoj në këta helbida, i mshiroj për gjendjen që kanë. I mshiroj për gjendjen e mirueshme që ata janë. Sa janë priuar nga kuptimi i fesë. Thot tu zakaan wa lam yu'ta zakaan. Allahu ju ka dhënë mençuri, por s'u ka dhënë pastërti. Andaj ndytësira që e kanë, ja u ka pamundsu, e kanë neutralizuar edhe dobin nga mençuria që e kanë. Sa ka njerëz inteligjent janë, po pastërtitë e zemrës nuk kanë, andaj e thith bërllogun. A nuk është për të dhimbta ajo? Që po çon poshtë, tonat mend që Allah e ka dhënë po çon poshtë. E shani njëri që subhanallahu ka dhënë Allah xhelal ambicie vullnet, po në batil, a nuk dhimbet ta? Është për të dhimbë Allah me mshiruat njëri. Që nuk kupton me e thirë në rrugë të Allah xhallahu ala. Ma mundu që atë energji me kalu dikun tjetër. E jo që këtë tërkuat në kalon në agresivitet, dhun, urrejtje. Jo, ajo duhet tjetë në rrafshën e thash e shariatit. Po, kur agresiviteti ti, kur dhuna ti, kur bërlogu ti, të në shariatin tonë, ne i e këthejmë. Konform situatës dhe mjetëve që duhet me përdorë. Por kë nuk duhet me na pengu që të përdorim edhe kahjen tjetër, që ta mshirojmë duke thirrë në rrugt të Allah xhallahu xhelalu. Duke ja mundsu që edhe ata të dëgjojnë hakun. Nëse Allah xhallahu ala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'u mundson kufarë me ngu Kur'an. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka liyasma' kalam Allah, istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Nëse dikush nga besimtarët kërkon për ti më të afru, apo lejoj atij që të afrohet që të dëgjon fjalën e Allahut xhallahu ala. Lejo njerëz me të afru. Lejo njerëz me të prek kush je ti Allah, le të ngojmë për teje. Me mshirë, me rahmet. Në qoftë se dikush na ofron veshën e tij, mos ta shfrytëzojmë këtë afërsi për të shfryrë të hidhnimin dhe mbledhjen që kemi. Por shikojmë nga ana e rahmetit, nga ana e mshirës, ti mshirojmë se s'ka pas kush më mësu. S'ka pas kush më tregu, s'ka pas rastin me ndëgju nga burimet e sigurta, s'ka pas këtë rast. Ata mësojau, tregojau, gjitha këto me mshirë. Nëse
edhe gjenerata e ashabëve janë bërë të tillë për shkak të mëshirës, jo për shkak të imponimit dhe dhunës. A ka thonë Allah xhalla wala fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Se pasim mëshirës së Allahut ndaj teje ti ke qenë i butë me ta. Mëshira e Allahut. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Po të kishe qenë ti ndryshe, jo me mëshirë, me dhunë, agresivitet, musil me ta, rezultati do të ishte qysh. Allahu po gjykon për këtë rezultat. Jo ne, lanfaddu min hawlik, kishe me ikë për teje. Që ata ashab që mbledhën te, ata kishin me ikë. Në qoftë se ti nuk do të ishte mëshirë për ta. Andaj le të jetojnë njerëz për neve se ne na mëshirë, nuk kena dhunë mbi ta, nuk kena na barre tyne, nuk kena na ngarkesë tyne, nuk kena na burim i sherrit për ta, ne na rahmet për ta. Pse? Qase na i mësojmë mu dash me zveti. Na i mësojmë ç'mu ndihmu me zveti. Na i mësojmë ç'mu respektu me zveti. Por nëse gjitha këto na nuk i kemi, dhe nuk i mëshirojmë për mes të tjerë, ç'ka ka mundësi të më ndëgjuat atë? Dhe ndëruar sikur sa kam thënë në sa ligjërata. Nuk duhet njeriu që të mjaftohet me bindje se ka kuptuar kitën mirë dhe tash mbasoj me prit këtë njerëz mos i rrethina aftë. Kështu zvin. Edhe haku, pejgamberi a ka pas hakun me veti, po. Po është dash minimum fukaras e jetimet, është dash me shku atje, në bazë i ka thonë Hadixha, stup Allahu kur. Si ka thonë Hadixha radhiyallahu anha, Allahu stup kur se ki hakun me veti. Si ka thonë kështu? I kanë Allahu stup kur se ti njëri mirë, ti njerëz për të veç mirë kanë po. Andaj mos mjaftum se na janë menaxh vërtet, na janë hak, edhe këtë tjetër kanë obligim me na shërby, me na ngu, me na respektu, e ti çka ke bën për ballë tyne? Kurgjë. Kurgjë. Madje as me u buzëqir s'ke arrit më thonë apo. E çysh do njerëz me dash pa atë. Vetëse ki hakun me vetja, jo kjo është e pamjaftueshme apo. Kjo është e pamjaftueshme. Duhet që kët hak që kemë me vete, tu a dëshmojmë të tjerëve. Jo veç duke u kallëzu se hakon me neve. Jo veç duke e nënçmu ato që kanë ata, duke e rënu ato që kanë ata. Jo veç kështu vëllai. Po mëshira jon ndaj tyre nën kupton që na nganjëre të ndojmë nga koha jon për të marrë me ta. Të ndojmë nga pasuria jon për të ndihmuar atyne. Të ndojmë nga autoriteti jon për të ndihmuar atyne. Përzihem me ta në çdo punë, kudo qoftë. Sikur që është përzim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me problemet e njerëzve, me të lartë të tyne. Me kona për njerëzve. Mos jemi të izoluar në kategori të caktuara të njerëzve, po përzim me të tjerë. Nuk është haram me i bën mirë në plako që falën xhami vëlla. Ose një që vjen xhamia, thotë i bën mirë. Sikur që kemi thënë vazhdimisht. Edhe kësaj radhe është e drejt për drejt kjo apo. Që të jemi të mëshirshëm ndaj tyre apo. Edhe të veçanti ndaj aty që kemi obligim më madhor e pastaj me të ndaj prindve. Sa fjalë tronda se dikush ka mujt për ne më ia thon, duke u arsyetuar vazhdimisht se ta sfalen atë. E pse sfalen tash është halal çysh dush mos i me ta? Ku është mëshira vëllai? Ku është mëshira? S'pa ku mëshirë për bën mëshirë, sa të kam mëshiruar ty? Sa ka bëu sabër ndaj teje apo? Sa kanë bëu sabër prind ton me neve, desë na mësu me hungër buk apo? A? Sa kanë gojt mas nevës për zum diku ndesa mësu me në komp neve apo? Sa kanë gojt mas neve? Me çka kanë bëu? Kanë pas interes? A i kështu dikush në burg mos me të qyrë. Kur heq, veçanërisht në ato kurat e mëhershme, apo kur farheq presoni s'kan pas për këtë punë. Gjithë që e kam për ty kam bëu pse të kanë dashur, mëshira atë. Sot s'ki sabër me mëshiru, me mësu namaz që duhet, më fal. Halas e kam su këtë dua. Halas me kupton këta. Jo që shpreh vëllai. Me mëshirë, me butësi. Me çush ke pas ti nevojë për mëshirë, sot kanë ata nevojë apo. Ty të kanë ndërua Allah xhallahu me këto zimë. Çfarë me njerëzit e përgjithësi apo? Pra ne dua të them që edhe kjo në reflektim jam te Allahu Ar-Rahman tek ne, që ne të jemi të mëshirshëm me njerëzit apo. Pavarësisht kategorive të tyre, mëkatet të tyre, largimit të tyre nga ne, pavarësisht. Mëshira duhet të jetë thash në shtegun e saj të duhur. Po kur kërkohet të shikojmë me syrin e shariatit, i shikojmë dhe reagojmë dhe flasim, qartësojmë gabimin. Kjo është të çka. Mi po në anën tjetër nuk duhet që të mungon mëshira në raport me ta. Tjetër që përfitojmë nga ky emër Ar-Rahman, dhe ndëruar është që kur e dim se Allahu pas ka mëshirë të madhe, apo dhe sikur që kam fillim
Ar-Rahman, Ar-Rahim, me ndikimet e mëdha në këtë botë. Me siguri ka rrugë që të shpijen dhe të kjo mëshirë me marë më shumë apëtë. Apo, me siguri ka mjete që në qofë se përdoren, mundsojnë shfrytëzimin maksimal nga kjo mëshirë. A din të që ka asilë rahmetin Allah të zogjel? Kër flasëm për riskun, so mire dim që du të më punu, më angazhu, apo, se shënë Allah për qjeli, a për dishëm që përvej ka risku, apo? A din rahmeti që shvjen? Rahmeti Allah, a din që shvjen? A e pëse të mëshiran është për ti, a Rahman Rahim është për ti, bëjari e ti. Po ti a din që me marë pak ma shumë. Qëka e silë rahmetin Allah gjellë gjellë hua? Edhe këtë duhet na provokon njohja e Allah gjellë hua për mes të jemni e Rahman. Ma madhe qëka e silë rahmetin Allah gjellë hua. Dhe mjeti kryesor që e silë rahmetin Allah në meneve është ta zbatojmë urën e ti dhe largohemi nga ndaleset e ti. Nga se me këtë Allah në kam shëru, që ose respektojmë mëshirën e ti, në ashtot mëshirë. Allah Gjelle Gjelaluhu thot në surën Al-Araf, në ajetin 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ngoja këtë ajet me vëmendje dhe ndërruma. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Qartë. Mos bëni shkatërrimin tokë. Çish bëhet shkatërrimin tokë? Tu bësh shirk, tu bëj gjinoha, tu bëj zina, tu vjet, tu martru, shkatërrohet tokë. Mos bëni shkatërrimin tokë. Ba'da islahiha. Ka se Allah e ka rregulluar me shariat, ka rregulluar çka më bëj, në çfarë vakti këtë më bëj, kur më bëj kët, kjo s'bën, kjo bën, ka vetë kufit e ka rregulluar Allah. Mos e prishni këtë rregull. Po në vend që të prishni, e të shkatërroni, çfarë bëni? Lut në adhurane. Në që se këtë e bëni, që ka ndodhë? Inna rahmet Allah. Mëshire Allah dhe tjetë afer këtë në bëmërzve. Ma afer. E qartë. Andaj, kuptoje, gjdo përmendje, gjdo dhikër. Misfakun kër e bënë me njetë me marë rahmet aftën. Kuptoje se mëshire Allah Gjellewala bje për mes kësaj apën. Gjithashtot, Allah Gjellewala në surën e Nur, thotë, wa aqimu s-sala, wa atu z-zaka, wa atiu r-rasul, la'allekum turhamun. Falë në namazin, jep në zekatin, ndjekeni pasajni Muhammedi s.a.s. në qofë se dëshiran të jeni të mëshiruar. Andë kjo është nga kryesorët që në asil neve mëshirën Allah Gjallahu Ala. E dyta, aja që përmendëm, bëmirësia nda njerëzve, e asil mëshirën Allah Gjallahu. Sa ti mëshirëshëm, mëshiruash. A ka pas më të mëshirshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Thashë nuk ka pas. Dhe gjithashtu ai ka qenë mëshira e Allahu xhallahu ala dërguar njerëzimit atë. E ka mëshiruar Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj sa të mëshirosh, mëshirohesh. Sa të falsh, falesh. Sa të japsh, tipet. Ky është rregull. El jazau min jinsil amal. Nuk ka rregull në dunja apo gati më stabil se ky rregull. El jazau min jinsil amal. Se shpërblimi të vije si pas lojit të veprës. Qysh e ke bo, ki me gjithë. Kjo nga regullat më stabile, nga ligjet më stabile, kosmologjike të Allah Gjallahu Ala në jetën e përishme të njerëzve. Tjetër që e silë rahmetin Allah Gjallahu Ala është meditimi dhe leximi i Kur'anit. Nuk e silë mëshirën Allah Gjallahu Ala më tepër se sa gjithashtu sa leximi i Kur'anit. Fjalës Allah xhalla xhelaluhu. Dhe gjithashtu meditimi i tij, të ndalesh, të meditosh. Ky ajet çka po thot? Pse Ibrahim i tha babës kështu? Çfarë kupton apo këtë ajeti? Çfarë mund të përzojmë pikë kësaj? Kush kështu vepron? Allahu xhallahu ala e ka përfshirë në mëshirën e tij. Dhe kjo e sill edhe më tepër mëshirën e Allahu xhallahu ala. Nëse do të thotë e përmendëm më herët, apo se ka njëre, na po thojmë e sill mëshirën, e përndogu diqka si me konë kjo çështje gotë uji. Në qofë se një pjesë e mëshirës të gjithmonë që të këtheja, gjeneti është një pjesë e mëshirës e ti të krijuar. E që të mëna për mëshirën e ti Ar-Rahman që është, e na po flasë për që Ar-Rahman me fitu të jepëtën. Për që të jem të full. A e kuptuve, për që të jena të full, që shtë e fiton që ta?
Në s'ka mba strajt se që kjo kur gjë. Nuk duhet me kryesu agjendën të në asgjë përveç se kësaj. Çka e fiton qëta, pëtëm? Wallahi sot njerëzëm jo bo. Pëtëm kjo fatkeqësi që njerëzën të kanon drejgje për të dhimt. Që nuk e njohin Allah xhalla xhelaluhu. Në qoftë se i themi njerëzve, po mban 2 trajnime. Një trajnim si të bësh biznesmen i suksesshëm. Apo? Dhe një trajnim që është të bësh i mëshirueshëm nga Allah xhalla xhelaluhu. Në cilën vin njerëzit? Rahmetin pak njerëzit dojnë ato. Këtë dojnë ato, a nuk e dinë se çaja vjen përmes kësaj ato. Komplet furnizon e nuk mëshiron ato. Ka bërë ta bën gazep atë furnizimin ato. Dhe kur themi se çka e sill rahmetin Allahut, kjo i bën më shumë se me ton, çka e sill me fituar miliardë euro ato. Asnjë pa krahasueshëm është ato. Dhe sill leximi Kur'anit të vazhdimit. Nuk mundem me më mëshiruar nëse më larg Kur'anit. Pa mundshmë. Nga Allahu xhalla wala ka në surën Al-A'raf ajetin 204, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'ani, apo dëgjojeni. Kjo më dëgjuat që kjo më vesh. Wa ansitu, tash kjo diçka tjetër. Kjo është hashni dhe meditoni rreth asaj që po lexohet. La'allakum turhamun, që të jeni të mëshiruar. A nuk e ka quajtur Allahu xhallahu ala libet i rahme? E ka quajtur rahme. A një nga anët e Kur'anit është mëshirë. Prandaj përmes këtij Kur'ani na vije mëshira e Allahu xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu Allahu xhallahu ala na ka mundsuar që ta fitojmë mëshirën e Allahu xhallahu ala duke kërkuar falë për tij. Kërkimi i shpeshtë i falës, istikfarit e sjell mëshirën e Allahu xhallahu ala. Gjasë sikurse thot Allahu xhallahu ala në surën An-Naml ayatin 46 kur flet për pejgambert Allahu xhallahu ala që i kanë nxitur popujt e tyre të kërkojnë falë, ka thonë qali ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. O ju popull jam, pse po e gotni dënimin para falës? Pse më keni qef ka shumë Allah më ju dënu? Pse po e gotni të keqen para të mirës? Ma mirë do të ishte sikur laula tastaghfiruna Allah. Sikur të kërkoni të falje, nga se kështu do të mëshiroheshin nga Allahu xhallahu ala. Andaj fjala astaghfirullah e sjell mëshirën e Allahu xhallahu xhelalu. E sjell rahmetin e tij. Dhe vallahi edhe në familje që shpeshtohet istikfari, rahmeti është më i madh. Në shoqëri që shpeshtohet istikfari, raportet mes njerëzve janë më të mira. Kjo edhe për shkak të bereqetit të istikfarit e para, dhe e dyta për shkak se sa të themi astaghfirullah, na kujtohet emeta jon para të metës Allahut ton. Apo edhe mirë me veten ton para se u marr me të ndaj ne më mirë atë. E sa të harrojmë me astaghfirullah, harrojmë se na të këqij. E kur të harrojmë se na të këqij, na bën mend se ai është i keq. E tani kemi në konflikt me atjetrin apo. Sa edhe ai çështë kujton për neve. Se s'është kjo vetëm në drejtimse. Jo, ti kujton për të çështë, tani edhe ja nis me kujtu për të çështë, edhe largohet rahmeti. Që të thonë astaghfirullah, mirë me veten tonë, na mëshiron Allahu te bareke u teala. Gjithashtu për asaj që ulemat e kanë përmendur se e sill rahmetin Allahu xhallahu ala është mëshira ndaj një kategorie të posaçme të njerëzve, ata janë jetimat. Qase nuk sillet rahmeti Allahut në raport me një krijesë, sikurse mund ta sillesh përmes mëshirimit të një jetimi. Qoftë edhe me përgdhelën e kokës së tij. A nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në përgdhelën e kokës së tij Allahu të mëshiron dhe për çdo çime që ka përfshi dora jote kish blim tek Allahu xhallahu ala. A nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi ka hatain, on dhe mbikëqyes jetimit jemi si këta dy në xhenet. Afër një tjetrit. Andaj mëshirohesh duke mëshiruar ata që ngrat, e në veçantë ata që nuk kanë dikon sikurse je ti, që mund ta mbikëqyr dhe kujdesesh për të afër. Sikurse thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu fityatan tahta aydikum, vëllezërit e juaj Allahu i ka bërë djelmosha, do të thotë fëmijë nën kujdesin e juaj. Faman kana akhuhu tahta yadihi, në qofse vllau i tij musliman është nën mbikëqyrjen e tij, jetimi, fëmiu, nën punësi, kur të qoftë, është nën ty, ti e kujdestar i tij,
falyut'imhu min ta'amihi. Le të jap me hongër pi bukës të jap. Wal yalbishu min libasihi. Le të jap me vesh nga teshat e tij. Wala yukallifhu ma yaghlibuhu. Mos të ngarkon me ato që erxan. Wa in kallafahu ma yaghlibuhu, në qoftë se duhet me ngarku me diçka tron, falyu'inhu, le të ndihmon atë. Çështo mëshirohemi apo. Çështo mëshirohemi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga veprimet që na sjellin rahmetin Allah xhallahu ala, thash, është kujdesni për jetimat dhe për njerëzit e dobët në përgjithësi. Dhe kjo është pika e katërt, do të ndikimit të këtij emri tek ne, që na kur të kuptojmë emrin Allah Ar-Rahman, tash vrapojmë dhe synojmë që sikum çka na sjell këtë mëshirë. Dhe çdo kanal dhe shteg që përmes tij mund të na vijë mëshira Allah xhallahu ala, ne mundojmë që të jemi në atë shteg dhe në atë kanal. Dhe e fundi që dua ta përmbyllim me të është njohja e Allahut me këtë emër Ar-Rahman dhe ndëruar. Duhet sikurse ti kanë fillojmë apo duhet na bën që të dojmë Allahun më tepër. E fundit cila është duhet na bën që të kemi më shumë turp për Allahu xhallahu xhelalu. Shikoj sa mëshirën e derë mbi neve. Shikoj sa na mëshiron. Me këtë mëshirë na ka mundsuar që ne të kënaqemi këtë botë. Wallahi veç të kish nxjerr mëshirën apo që e ka dhënë në zemrat e prindëve tonë kush në kona sot. Veç kjo më mungu. Këtë tjetër di ki. Veç prindët tu s'kan rahmet për ty jopën. Kush e konte sot? Apo e mos sot për tjetër sot kam mëshiruar Allahu xhallahu ala. A nuk të vjen turp më anku? Apo a nuk të vjen turp për ti për gjendjen e imanit që e ki? Apo a nuk të vjen turp që halaje dhe me do gjuna që ke ka, së marrë për ti hala? Vazhdimisht mëshira e ti vjen të ti. Nga gjithë anë të përfshin. Madje nuk mund ta përshkruash se sa është e madhe. Dhe prap je çaj ligo dhe prap je çaj. Ose nuk vjen turp të lavdrohesh, të mburresh, të krenohesh. A nuk vjen turp i Allah xhallahu xhelaluhu? A kjo duhet me vërtet na turpran për Allah xhallahu më tepër. Sa na ka mbikëqyr, sa është kujdes për neve, sa është i mëshirshëm ndaj neve. Dhe pastaj përsëri e gjen robën rebel. Përsëri ankohet për një, do të thotë, i tërë trupi është komplet. Një gjemb ka i ngesh dikun atje, apo dhe tërë begatia tërnohet, harohet e tërë mirësia. Ku është turpi i Allah xhallahu ala? Nuk është marrë? Edhe këtë turp duhet të na sjell tash, të na shton dhe Allah xhallahu ala. Njohja e Allahut me emrin e tij Ar-Rahman. Andaj Aswad ibn Yazid ka qenë një nga dietarët e mëdhenj të nderuar. Ka qenë i njohur në përkushtimin e tij në adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala. Andaj thuhet për të që ka agjëruar shumë derisa i zver trupi i agjërimit atë. Të gjatë. Dhe adhurime të tjera që ai i ka bërë ato. Kur i ka ardhur vdekja, e kanë pa disi të shqetësuar, e kanë pa disi të ngarkuar, edhe në çudit kanë të çka kiti, veç në paqebon e gjunat mrash, nuk ka qenë munafik, se ajo që dim na për ty është tërësi tjetër për kë. Ma hadha al-jaza. Çka është ky shqetësim? Çka? Për çfarë arsye? Kanë vetë njerëz për rreth tij. Ai ishte në momentin e vdekjes atë. Shikoni çka ka thonë atë. Ka thonë mali la ajza, e qysh mos më shqetësua për moment e vdekjes. Ka thonë, wallahi, lau ujtitu bil magfirati min Allahi, në qofë se më vijen nga gjitha antë, fali Allahut azza jall. Ma fal, apo? Do të më preokupon të el haja u minhu, do të më preokupon të marrja ndaj tij jepën. Mimma qad sana'tu, nga ajo që e kam bërë. Ai ai ma fal, nuk më dënon për këtë punë. Po fakti që s'm dënon, a nuk është me të marrë çka ki bëa? Marrja s'heket. Po heket gjunahi, heket e keqja, heket dënimi. Po marrja s'ban më në u hek vllaznia. Din ku je konti, kush je konti apo? Dhe kjo marrën dhe Allahut në përgjithë vazhdimisht. Në kuptimin pozitiv. Në rrafshin pozitiv që kur gjë mos më t'jap, vepse s'ta ka marr shpirtin apo para se më fal, ballasht. Ballasht. Vepse s'ta ka marr shpirtin kur e kon ndonjë gjëna duke bëu, çatërt kam shiru, apo të ka pa fat për jetë, ballasht. Peçë së ditë deri në dek, kur gjë mos më t'jap më, ballasht. Marrësh me lip më aftë. Këç ka dësh begati aftë. Ani sa pe ashabëve luftën e Bedrit në kon tarifin e Kurajshve.
Në Kurajsh në kon. Kur e kanë pranuar Islamin, e kanë kuptuar që kanë bë, apo çfarë kanë thënë? Janë betu në Allahun xhallahu ala që i ka shpëtuar ditë. Kanë jo ose po pasha atë që më shpëtoi ditën e Bedrit atë. Të ka pështu Allah, me 10 herë ke mujt me shku atë. Me 10 herë ke mujt me shku. Madje kur ke qenë në kulmin e gjunahit atë. Çaty. Ku do të qekon? Pe gjunahit atë. Çfarë do të qenë gjunah? Kur se kon tu fal hiç atë. Ka mujt me çu me lekun e vdekjes, bëre shtetën atë. Çu është kështu tek Allah xhallahu ala, Allah na fal atë. Çu është kështu dal Allah xhallahu ala as namaz, as agjerim, as tauba. Dytësina, bërlogje të shumë të apëtën, që që këtë për para? Kejtë të kam shirua, të ka fatizu, të ka unë fatë Allah Gjallahu Ala, të ka kënë rëpë të mirë të i apëtën, o petë po të më shiran, po të mundësë me kuptu dinin, e me ngu fene, me lezu Kurana, e me u falë, petë, dhe petë zimarë më ngu, kjo është ka du të cilë të këne apëtën. Andaj ka unë Esved ibn Jezid, kretin mi falë apëtën, Allah Gjallahu Ala, o petë galas mjeket apëtën. Se falë po, ku marrë Allah apëtën. Atë besimtari është i përgjithshëm. Besimtari nuk është njëri sikur se thonë ai pa fytyrë apo. Më rëndësishëm mos më shtim burg. Se tani sa gala pa i del hallkut përpara apo. Po ti ke bu krem Allah, pse ke psupi burgut me diçka, marrë më zot para hallkut çka ke bë. Është turp. Në besimtar nuk është njëri donë i pa fytyrë. Më rëndësishëm mos më shum xhenam, mos më ndjej, mos më dha mua apo. Po punë tjera. Po sahi. Qëllimi mos ta çon xhenam, qëllimi na shpërblen. I vëmrana vetes tonë raport me Allahun xhallahu ala kena një turp apo. Na vjen marrë. Çka na kallon që jam të buna apo. Çka na jap vazhdimisht e si sillemi ne apo. Ka turp tash e kultivon në zemrën tonë. Njohi Allahut me emrin e tij Ar-Rahman. Kur e kupton mirësinë e madhe të tij që të vijë përmes këtij emri dhe e kupton dobësinë dhe mangësinë tënde në raport me këtë emër, atë nuk ka tjetër çka del pikë kësaj përse me ul kokën me thonë që turprom nga Allah xhallahu ala për këtë çfarë po bëj apo. Kush e din brendin tonë për ashtu apo? Askush vallahi. Kush e din cilëtitë e punëve tuaja për ashtu apo? Wallahi vetë në namaz neve, me mujt me materializuar cilëtet ato del më i leksh baka se kjo gota ato. Do të thotë namazi i fulonit që kjo është. Për shemb me pas mundsi më materializu, apo? A do të kesh më mundsi më doj para njerëzve? Me ka thotë diçka? Kur vallahi. Allahu na mbulon ato. Allah xhallahu ala na mshiran. E prap mos po të fru. Kët arrim duke njohur Allahu xhallahu ala me këtë emër Ar-Rahman. Ana kjo është një prej ndikimeve që duhet ta shkakton dhe ta nxit ky emër në veten tonë. Thash në raport me Allahu xhallahu ala, edhe në raport me njerëzit. Andaj lutem Allahu xhallahu ala që na mundson që të jetojmë në hijen e emrave të tij. Të përfitojmë nga këtë emër në vazhdimsi, por edhe të ndikohemi nga këtë emra që pastaj të sillemi si duhet, dhe të veprojmë si duhet, dhe të besojmë si duhet, dhe të flasim si duhet, konform asaj që na mësojnë këta emra të bukur të Allahu xhallahu ala. Dhe të përfitojmë nga ato që i ceka deri më tani nga emri i Allahut Ar-Rahman. Allahu na lëshot na mëshiron edhe neve, edhe familjet tona. Dhe lëshot Allahu xhallahu ala ta mëshiron çdo të devijuar, Allahu ta mëshiron ta udhëzon. Sikur e lëshot Allahu xhallahu ala që ti mëshiron muslimanët kudo në botë që janë të përvuajtur ose të jekur, Allahu ti mëshiron me rrugdalje. Nëse ata që u ka quajtur mëshirë për ta, s'është keq për ta, përfitojnë, por na kemi qef me pa edhe më mirë inshallah, me rahmet, me begati dhe me komunitet të ushqim, me buke, këto çka i duhet njërin këtë botë, Allahu xhallahu i gëzohet me shëndete më të mira ata dhe neve. Allahu i shpëlbej për vëmendjen deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.